Gjykata e Elbasanit ka vendosur që Nevzat Spau, 29 vjeç, të qëndrojë në burg si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit Mondi Mhalla, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e 30 nëntorit në Elbasan. Gjyqtari Eliz Dine pranoi kërkesën e prokurorit Gjert Ceka për caktimin e masës së sigurisë, duke vlerësuar historikun kriminal të tërhiut dhe rrezikun që paraqet për hetimet dhe shoqërinë. Nga hetimet e deri tanishme nuk janë zbuluar ende lidhje të qarta midis Spaus dhe Mhallës, por prova kryesore e çoi policin drejt tij. Makina e përdorur në atentat, e cila më pas u doq pranë fshatit Mirak të Përveç Spaus, gjykata la në burg edhe Gjino Agon, ortak i biznesmenit i cili dyshohet për bashkëpunim në krim, dhe Kujtim Pisha, 52 vjeç, roje në objektin pranë vendit të ngjarjes për mos kallëzim krimi. Policia vazhdon kërkimet për 2 persona të tjerë të shpallur në kërkim, të cilët dyshohet se kanë marrë pjesë në vrasje. Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, atentati u krye nga një person i vetëm, i cili u largua me një mjet tip Audi në drejtim të Librazhdit, ndërsa viktima e njohur gjithashtu si Edmond Hyka mbeti i vrarë në vend. Hetimet e mëtejshme synojnë identifikimin e plot të gjithë të përfshirëve dhe zbardhjen e dinamikës së ngjarjes.